Tani Gjesti është një djalë spontan. Gjesti, unë jam shumë i bindur që asnjë gjë nuk e bën me kastile, nga që është i vetmi banor në Big Brother që na ka dhënë mundësinë ta ndjekim më shumë se 200 ditë. Edhe kur e kemi mundësinë për ta ndjekur më shumë se 200 ditë, do me thënë mundemi të mësojmë më shumë nga një njeri. Unë mendoj që Gjesti e ndiqte këtë rrugën e Luizit, nëse mban mend, në Big Brother 2, Luizeli i hapte gjithmonë dyert e banorëve, por ato nuk e kish kuptonin, sepse e pranonin atë realitetin dhe deri ku kanë arritur. Por në këtë rast, Gjesti nuk ja bëri me kastile, ja ka bërë të gjithë banorëve kështu, edhe pse pati një reagim të vogël nga Rozana që mos e bëj, ndoshta Rozana nuk hati diçka më shumë nga të gjithë banorët aty brenda, por gjithsesi nuk kishte një provokim, ashtu siç edhe e quajnë disa nëpër media, kundër drejtjozit, sepse nuk është gjë e keqe dikush të të hapën derën e shtëpisë dhe nuk është gjë e keqe dikush të thotë natën e mirë. Unë mendoj që do të ishte më e bukur nga ana e Jozit që ta përshëndeste Gjestin dhe të mbante atë fjalën, sepse në Instagramin e Jozit u publikua një moment ku familjarët apo ato të cilët e përdornin Instagramin thonin që Jozi do të jetë me një hyrje ndryshe. Po ne pam një mlef të akumuluar dhe një vetbesim në atë gjë që bëri, duke i thënë vetes së tij që unë e bëra këtë gjë ja dola, tash unë e mora hakun tim kundërdrejt Gjestit. Mendoj që ka qenë një diçka e pamenduar edhe nga ana e Jozit, një nervoz momentale, një mlef momental, që jam shumë i bindur që tani ka ndryshuar krejtësisht, por ndonjëherë ka ca gjëra që ne sado që ti arsyetojmë në jetë nuk mundemi të pastrojmë veten nga i gabim që ne e kemi bërë. Ndërsa sa për tek puna e Gjestit, nuk ma merr mendja në asnjë mënyrë dhe nuk mundem dot ta pranoj si të mirëqen faktin që Gjesti i bën gjërat në shtëpi që banorët t'i provokon apo t'i vë para aktit të kryer. Pra, sipas jush, nuk ka gjasa dhe shanse që kjo marrëdhënie të vijojë edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit? Në këtë situatë që momentalisht jemi, në asnjë mënyrë nuk e besoj që mund të vijojë si marrëdhënie, sepse Loretanës do t'i ndikonte shumë në karrierën e saj, sepse ne nuk i ndajmë gjërat. Do me thënë Loredana u ndikua edhe në natën kur doli nga shtëpia e Big Brotherit, edhe pse nuk kishte asnjë lloj faji. Tani një realitet duhet ta pranojmë. Loredana gjithmonë ka qenë kundër edhe në shtëpi me sjelljen e Jozit, me egoizmin që ai përdorte, me xhelozinë që ai kishte. Do thënë nuk është se ishte pro këtyre sjelljeve, por realisht nuk ishin kaq të dukshme, nuk ishin kaq të vëna në sy. Por për mendimin tim, unë mendoj që marrëdhënia e tyre më ka përfunduar dhe Loredana tashmë do ndjekën rrugën e artit, mendoj që do të ketë fatin të Heidit në një farë mënyre brenda godinës së Top Channel. Tiron, cilat ishin ato momente pikante që ndoshta publiku nuk i ka vërejtur në dasmën mes Eglit dhe Gjestit? Momente ka patur shumë, dasma është komentuar tepër, do me thënë ca nga ndjekësit, mos themi ca, po shumica thonë që ishte një dasëm falso. Unë nuk e mendoj që ishte një dasëm falso, unë e mendoj që ishte një dasëm aq e shpejt pas një momenti shumë të dhimbshëm, dhe normalisht banorët brenda asaj shtëpie, të cilët ishin të ftuar, me sa e pash ishin shokët më të afërt të Gjestit, edhe Valbona më ranë në sy dhe Loredana, ndoshta pak për të zbutur atë marrëdhënien që jo këto e mbështesin Jozin. Ato nuk ishin të gjithë të disponuar banorët normalisht, sepse askush nuk gëzohet me suksesin e tjetrit, tani realitetin duhet pranuar, por mendoj që ishte një moment shumë i bukur, dasma ishte fantastike, mendoj që është shumë e ndjerë, paktën nga ana e Eglit emocioni ishte shumë i pranishëm kudo në dasmën të cilën u bë dhe në atmosferën të cilën krijohej. Unë Gjestin me thënë drejt nuk e kisha parë asnjëherë aq pozitiv, aq energjik, dhe nuk e kam parë kur më parë unë Gjestin që të jetë kaq i dhënë pas Eglit dhe të jetë ky djalë romantik. Unë kisha menduar një djalë i cili gjithmonë lufton duke bërë këto gjeste, por gjesti paska dhe një anë krejtësisht tjetër. Ishte dasëm shumë e bukur, unë e besoj vërtetësinë e tyre. Tani ne nuk mundemi të vëmë kokë në dashurinë e tyre se do të jetë e përjetshme, por besoj që të paktën kur do dalin nga shtëpia Big Brotherit, ato do të gjejnë një gjuhë të përbashkët, sepse unë mendoj që Gjesti ka nevojë për një femër si Egli dhe për të menaxhuar qoftë karrierën e tij, por edhe Egli e shoh që është femër që dashurohet në çunat që japin pozitivitet, adrenalin, kënaqësi,
dhe këtu e kanë pak edhe gjashmërinë me Olsin. Në momentin kur Egli takoi Olsin e pash një gest tjetër dhe mendoj që ishte çdo gjë perfekte, ishte një dasëm shumë e ndjerë dhe me patjetër që Remzia dhe Nexhati kanë patur vullnetin për të kënduar, vetëm nga këngëtari dhe atmosfera që bëhet, mund ta kuptosh se çfarë dasme ka qenë. A mendoni se ky raport mes Gjestit dhe Eglit do të vijojë edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit? Sa po e thash, unë mendoj që Gjesti ndjen një lloj përgjegjësie, ka një lloj kulture, prindërit e Gjestit i kanë dhënë një lloj kulture. Mendoj që do të vazhdon kjo marrëdhënia jashtë, edhe pse me thënë drejtën më ka rënë në sy një moment që motra e Gjestit nuk është se ka postuar ndonjë gjë në Instagramin e saj nga dasma e Gjestit edhe Eglit. Shumë pak postime ka patur në Instagramin e Gjestit krahasuar me motrën e Eglit, e cila ja uroi Eglit dasmën, duke përzgjedhur edhe një foto me Gjestin. Unë uroj që të vazhdon, sepse janë një çift i mrekullueshëm, mendoj që nuk do të humbin, aq sa humbi Luizi dhe Kiara do të humbën Gjesti dhe Egli në këtë marrëdhënie. Tiron, janë 4 finalistë: Laerti, Rozana, Gjesti dhe Loredana. Si mendoni, kush nga këta do të bëjë atë lëvizjen e madhe më 19 prill në mënyrë që të fitojë çmimin e madh? Loredana nuk është finaliste, po të tërheq vëmendje. Okej, është Egli. S'ka gjë. Ndjes. Nuk ka kush do të thënë çfarë do që të bëhet në këtë Big Brother. Big Brother është vulosur më. Gjesti është fituesi i këtij edicionit, është djali që vuajti më shumë se gjithçka. Ndoshta produksioni ka patur plane të tjera, ka patur momente të tjera, por shëpulla me Gjestin ndryshoi gjithçka dhe vulosi njëherë për gjithmonë fituesin e këtij edicioni. Dhe unë e kam thënë edhe më herët dhe kam uruar që tani që Gjesti është fituesi i 100.000 eurove në këtë Big Brother VIP 4. Dhe i pyetje fundit, a mendoni se në natën finale Gjesti do të bëj, po themi, një veprim shtesë për të marrë një avantazh më tepër për të fituar çmimin e madh, apo tashmë e ka vulosur? Tani është kjo pyetja e Unazës, me patjetër që produksioni e ka ta thyen edhe ato kutinë e Unazës, se nuk ma merr mendja që Big Brotheri të përfundon pa u thyer dhe kjo kuti, se të gjithë jemi kureshtar të shohim se çfarë fshihet në këtë zarfin e kuq pas asaj kutie. Nuk është se do të ketë ndonjë vlerë, po mendoj që për spektakël, për të bërë diçka pak më interesante, ky do të jetë avantazhi që Gjesti mund ta bëjë, që mund të ulet në gjunjë edhe një herë dhe për t'i vënë Eglit Unazën në gisht. Ndërsa ndonjë avantazh tjetër nuk shoh, Gjesti e ka marrë me shumë sportivitet, qetësia më ka rënë në shtëpinë e Big Brotherit, ne kemi pritur këtë qetësinë edhe më vonë të bie, unë kam pritur që në këtë javë të ketë pak grindje, pak hatërmbetje mes banorëve, po jo, e kanë marrë me shumë sportivitet, do me thënë këto dy grupet, apo këto dy çiftet, Rozana, Laerti në këtë rast dhe Gjesti dhe Egli, po e përjetojnë shumë bukur të gjën dhe thjesht faktit e presin momentin final. Nuk pres diçka wow, vetëm nga surprizat e vllaut të madh që i ka përgatitur për finalen e madhe. Tiron, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Kënaqësi, faleminderit shumë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të radhës, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.